Mirë se vini në këtë analizë shpjeguese. E dini, kemi dëgjuar pafund për këtë fjalë kohët e fundit, metaverse. Por mos u shqetësoni, nuk do të flasim për ndonjë skenar filmi fantastiko-shkencor, ku kompjuterët marrin kontrollin e botës. As pak. Në fakt, bazuar në burimet tona, mënyra më e thjeshtë për ta kuptuar është thjesht si interneti 3D. Është ai hapi i madh ku ne nuk e shikojmë më internetin nga një ekran i shesht, por fjalë për fjalë futemi brenda tij. Por hey, pyetja e parë që ndoshta na vjen ndërmend të gjithëve është: a është e gjitha kjo thjesht një lojë gjigante për fëmijë apo adhurues të videolojrave? E po, ashtu siç do të shohim nga të dhënat sot, absolutisht jo. Ky koncept po përgatitet të ridimensionojë plotësisht rutinën e përditshme të çdo njeriu. Pra, nuk bëhet fjalë për një kënd lojrash, është diçka shumë më tepër se kaq. Në rregull, le të nisim udhëtimin ton. Ja se çfarë do të shohim gjatë kësaj analize. Çfarë është saktësisht metavers? Cila është teknologjia pas tij? Si do të ndikojë praktikisht në jetën tonë? Rreziqet reale për përdoruesit dhe së fundmi, a është kjo me të vërtet e ardhmja e pandalshme e internetit? Le të hidhemi pa humbur kohë te pjesa e parë. Çfarë është metaverse, ose ndryshe interneti 3D? Fakti është se ky përfaqëson një kalim historik nga leximi i një faqeje tek ecja fizike e virtuale brenda saj. E thënë thjesht, ne po flasim për një botë krejtësisht digjitale. Njerëzit mund të bëjnë aty pothuajse gjithçka që bëjnë në jetën reale, por përmes avatareve të tyre. Për ta bërë edhe më konkrete, mendoni pak për këtë analogji. Në vend që të mbani telefonin në dorë e të shikoni nga larg përmes një dritareje të mbyllur, metaverse është sikur të hapni dritaren, të kaloni përmes saj dhe të ecni vetë aty brenda hapësirës së internetit. Dhe e bukura e kësaj, kjo po ndodh fiks në këto momente. Kompani si Meta po investojnë miliarda dollar çdo vit. Kemi platforma të jashtëzakonshme si Roblox, ku gjithçka ndërtohet nga vetë përdoruesit. Apo koncerte muzikore në Fortnite me miliona njerëz që marrin pjesë live. Pa përmendur platformat si The Sandbox, ku bëhen blerje të mirëfillta të pronave digjitale. E kuptoni, kjo nuk është ardhmja e largët, kjo po jetohet tani. Tani lind pyetja si funksionon e gjithë kjo nga ana teknike. Kalojmë te seksioni i dytë, teknologjia që e bën të mundur. Le të hedhim një sy zobçave kryesore të këtij motori gjigant. E gjithë eksperjenca mbështetet në dy shtylla kryesore vizuale: realiteti virtual dhe realiteti i shtuar. Për të pasur një ide të qartë, realiteti virtual ose VR është kur vendosni syze dhe zhyteni në një univers krejtësisht të ri, duke u shkëputur plotësisht nga bota reale rreth jush. Nga ana tjetër, realiteti i shtuar apo AR është si të vendosni një ngjitse transparente mbi dhomën tuaj reale. Pra, ju ende e shihni dhomën tuaj të ndenjës, por papritur aty shfaqet një objekt digjital që ndërvepron me ju. Është vërtet briljante. Por si mund të vërtetohet që ju zotëroni diçka atje brenda? Ja ku hyn në sken teknologjia blockchain. Mendojeni atë thjesht si një faturë digjitale absolute, të pandryshueshme dhe të pathyeshme. Përmes NFT-ve dhe kriptomonedave, ky sistem siguron dhe i tregon gjithë botës që ajo rrobë virtuale që po vishne, apo ajo shtëpi digjitale që sapo blet, ju përket ekskluzivisht juve dhe askujt tjetër. Kjo i jep kuptim të plot ekonomisë atje. Duke pasur parasysh këto, dalim pikërisht e thelbi seksioni 3, ndikimi në jetën tonë të përditshme. Çfarë do të thotë gjitha kjo për rutinën tonë? Imagjinoni pak një skenar të tillë për të nesërmen tuaj, zgjoheni në mëngjes. Në vend që të mbyteni në trafikun stresues të qytetit, thjesht lidheni nga shtëpia dhe brenda sekondas jeni ulur në një zyrë virtuale me kolegë nga 3 kontinente të ndryshme. Më pas, gjatë orarit të shkollës, studentët nuk lexojnë thjesht tekste, por zhvendosen brenda simulimeve historike apo shkencore. Dhe në mbrëmje, merrni pjesë në një koncert muzikor të nivelit botëror, fjalë për fjalë nga divani i shtëpisë suaj. Jo keqe gjitha kjo apo jo? Dhe ku ka njerëz dhe vëmendje, padyshim që lulëzon edhe biznesi. Ne po flasim për formimin e industrive krejtësisht të reja nga e para. Agjencitë tashmë po shesin parcela toke që ekzistojnë vetëm si kode kompjuterike. Markat e njohura po krijojnë dhe shesin veshje virtuale për avatarët tanë. Po ndërtojmë fjalë për fjalë një ekonomi masive që zhvillohet totalisht e pavarur nga gjeografia jonë fizike. Kjo ka potencialin të ndryshojë rregullat e tregtisë përgjithmonë. Megjithatë, asnjë teknologji nuk vjen pa pasoja dhe ne duhet të qëndrojmë objektiv. Seksioni i 4 prek atë që shpesh quhet ana e errët, ose thënë ndryshe, rreziqet e përditshme për përdoruesit.
Burimet tona theksojnë një ekuilibër shumë delikat mes të mirave dhe rreziqeve. Po, inovacioni në edukim dhe mënyrat e reja të komunikimit janë të paprecedent. Por, nga ana tjetër, rreziku i varësisë digjitale mund të arrijë nivele të frikshme, duke qenë se ky mjedis është i dizajnuar specifikisht për të na tërhequr gjithë vëmendjen. Kur i shtojmë kësaj faktin që pajisjet mbeten teje të shtrenjta aktualisht, pamja bëhet e qartë. Kemi mrekulli teknologjike nga një anë dhe sfidat thelbësore sociale nga ana tjetër. Përtej aspektit social, ekzistojnë edhe kërcënimet e mirëfillta të sigurisë kibernetike. Qëndroni pak me këtë mendim. Imagjinoni se sa e thellë është sasia të dhënave që mblidhen, kur ne jemi trupërisht dhe mendërisht të përfshirë aty. Platformat mund të regjistrojnë çdo gjë, madje deri te mënyra e zgjerimit të bebzës së syrit tuaj. Për më tepër, ekzistojnë hakerët dhe mashtrimet e sofistikuara ku njerëzit investojnë kursime reale në projekte digjitale që thjesht avullojnë të nesërmen. Çdo revolucion ka çmimin dhe vigjilencën e tij. Kështu që, pas gjithë kësaj tabloje të gjerë, le të kalojmë ke seksioni 5 dhe i fundit i analizës sonë. A është vërtet kjo e ardhmja e pashmangshme e internetit? Si ndërthuret kjo me vizionin e Web 3? Nëse duam të kuptojmë të ardhmen, Web 3 është fjala çelës. Është jashtëzakonisht e thjeshtë. Nëse Metaverse ofron ambientin vizual ku ne hymë dhe lëvizim, Web 3 shkruan rregullat se kujt i përket ai ambient. Dhe ideja kryesore pas këtij interneti të decentralizuar është që ne të mos jemi më thjesht qiramarrës të rrjetet gjigante sociale, duke ofruar të dhënat tona falas. Përkundrazi, teknologjia synon të na bëjë ne, përdoruesi të thjesht, pronar të vërtet të aseteve dhe asaj që krijojmë. Sigurisht, ende po hidhen hapat e parë, por parashikimet nga të gjitha të dhënat tona tregojnë zhvillime marramendse për vitet në vazhdim. Ne po flasim për një standardizim të turizmit apo blerjeve virtuale, aq sa do t'i konsiderojmë gjërat më normale në jetë. Dhe mbajini mend këtë që do them, sapo ky dimension të integrohet plotësisht me inteligjencën artificiale për të gjeneruar dhe kuptuar botën tona në kohë reale, fjalë për fjalë, kufit mes mundësisë dhe realitetit do të mjegullohen tërësisht. Kështu që në përfundim, kemi ecur sot përmes arkitekturës magjepsëse të internetit të ri. Kemi vlerësuar impaktin kolosal në rutinën e ardhshme të njerëzimit, si dhe sasinë e madhe të rreziqeve që na presin. Por le ta mbyllim duke ju lënë me një pyetje thelbësore. Në këtë fushë betejë masive, kush do t'i mbajë vërtet çelësat e realitetit tonë të ri digjital? A do të arrijë vizioni i Web 3 t'u jap fuqinë individëve të lirë, apo korporatat gjigante do të kontrollojnë sërish edhe këtë dimension tjetër të jetës sonë? Kjo ishte e gjitha për këtë analizë shpjeguese, dhe si gjithmonë, vazhdoni të pyeshni dhe të eksploroni.